Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur recetën e pitës verore, petat e së cilës hapen me një sheste, bëhet nga 16 kuleç, e mbushur me domate dhe me qep. Besoj se kam ju pëlqy kjo recetë e petës verore. Në fillim do përgatisim mbushjen si zakonisht kur përgatisim pite, edhe kësaj radhe do përgatisim mbushjen. Këtu kam domate të cilat ju kam largu lëvorën, do i coptoj në copsa mesatare dhe qepëve ju kam larguar lëvorën dhe do i coptoj. Pra do e përgatis me domate dhe me qepë këtë pite. Kemi bërë coptimin e qepëve dhe domateve. Atëherë do i fërgoj, i hedhim kështu në fillim qepët në një tigan. Hedhim vaj. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgojna qepët, derisa të zbuten fillojnë që të marrin një ngjyrë kafe të hapur. Qepët janë skuqur mjaftueshëm, do ja hedhim tash domatët e coptuara. Shtojmë dhe kryp, unë ja kam shtuar një lugë të mesme me kryp. E përzi dhe i la kështu që të fërgohen, derisa domatët fillojnë që të zbuten mirë, duke i përzirë vazhdimisht kështu që mos ngjiten në temperaturë mesatare. Mbushja është gati, e kam fërgu dikon rreth 20 minuta, pasi ja kam hedhur domatet, do largoj nga zjarri, e lëm pak që qohet dhe filloj me përgatitjen e brumit. Këtu në en kam rreth 600 gram me miell. Ja shtoj një lugë gjelle me krep. Brumit pasi është shumë nxehtë, nuk do i hedhim fare vaj, sepse nuk ka nevojë, do tërhiqet lehtë pasi është koha dhe nxehtë, dhe i hedhim ujë të vakët. Ujin nuk ja kam hapur. Do i hedh në gjerë sa ta formoni një brum me trashësi mesatare. Nevojitë të ende. Është brumin do e punoj me dorë. Pra e punojmë derisa tërësisht brumit largohet nga dora, sepse në këtë mënyrë më e mirë do del pitja. Kemi punu mjaftueshëm brumin, si që shifni kam fitu mesatarisht brum të trash, e kthejmë në enë dhe mbulojmë enën, e lajmë shtu brumit, pushojnë ambient dhome rreth 25 minutave. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga ena, mirë po në fillim tavolinën e punës hedhim miell. E punojmë pak brumin. Dhe brumin e ndajmë në 16 pjesë të barabarta. Në fillim e ndajmë në 4 pjesë barabarta. Tash se cilën pjesë do e ndajmë përsëri në 4 pjesë.
Dhe se cilës pjesë fillojmë që t'ja japim formën e rrumbullakët duke hedhë miell vazhdimisht tavolinën e punës. Fitojmë kuleç në këtë madhësi, kështu në mënyrë të njëjtë veprojmë me gjithë brumin. Kemi fitu dhe kuleçt, marrim tash enën ku formu brumin, hedhim fund enës miell dhe i vendosim gjithë kuleçët. Mbulojmë enën dhe përsëri kuleçt i lajmë që të pushojnë rreth 20 minuta në ambient dhume. 20 minutave kuleçt kanë pushu mjaftueshëm, i largojmë nga ena dhe fillojmë me hapjen e tyre, mirëpo hapjen do e bëjmë me një sheste. Në këtë mënyrë kjo petë verore do del shumë e mirë. Hapim në një masi rreth 15 cm, gjithë kuleçet kështu me një sheste, bëhet një pite si bakllave shkrift. E kështu në mënyrë të njëjtë i hapim 16 kuleçet, duke përdorur një sheste sa herë që të ketë nevojë. Në mënyrë të njëjtë i hapim gjithë kuleçet. Kemi hapur dhe gjithë kuleçt në masinë e njëjtë. Pasi kemi hapur, fillojmë që t'i rendisim kështu njërën mbi tjetrën, duke u hedhur në mes nga një lupë gjallë të shkrirë. Pra në secilën hedhim nga pak gjallë dhe i rendisim kështu njërën mbi tjetrën. Pra është një pite e cila del shumë e mirë, pothuajse bakllave. Është shumë e shkrift. Kështu i rrekullisim brumin herë në njërën anë, herë në tjetrën, kur të vendosim nga një petë, që të bëjmë ngjitjen e gjithë petave paralel. Kemi formu dhe petën e dytë, gjithashtu dhe këta me majet gishtave do e shtypim nga qoshet që të bëjmë bashkimin e 8 kuleçve, 8 petave të hapura. Dhe vendosim në skajin e tavolinës, marrim petën e parë dhe fillojmë që ta hapim me anë shkopit përgatim. E hapim në masitë të tepsinës. Gjatë hapjes përdorim një sheste, qoftë është e nevojshme. Më shumë përqendrohemi nga qoshet.
Kemi hapur dhe në masinë e duhur, pra do përdorim tepsinë me numër 40. Tepsinën e kam lirë me gjalp të ngrirë, asesi nuk guxon që të lihet me gjalp të shkrirë, sepse brumi i petës nuk do të ngjitet nga qoshet. Përhapim në sipërfaqe dhe nga qoshet, si që shihni formojmë dhe qoshet. Kemi vendos dhe petën në tepsi. Tash do ja kaloj mbushjen e përgatitur më parë. Mbushjen e përhapim në sasi të barabartë në të gjithë sipërfaqen e petës së shtruar në tepsi. Kemi përhap dhe mbushën, atëherë ja hedhim 2-3 lugë me gjalp të shkrirë mbi harxhin e shtruar. Dhe tash do filloj me hapjen e petës së dytë. Petën e dytë do e hapim në një masi pak më të vogël se tepsinja. Kemi hapur dhe petën e dytë në masinë e dëshiruar. Atëherë do e vendosim mbi harxhin e shtruar. Siç e kam cekur, e bëjmë në një masi më të vogël se tepsinja dhe tash me majet gishtave bëj bashkimin e të dy petave, qoshët e të dy petave, kështu nga të gjitha anët. Dhe ja formoj pitës rrethin, do ja kthej kështu me anë të një thike ose një luke të hollë, më mirë do del rrethi.
Pasi kemi formu dhe rrethin, atëherë marrim një enë kështu në formë rrethore e vendosim në mes të tepsisë dhe fillojmë që të bëjmë prerjen që më lehtë të kemi kur të bëhet pjekja e pitës, të ndajmë copat dhe kështu e prejmë në pjesë të barabarta. Sipas dëshirës, ja bëjmë pjesë të mëdha, të vogla, varet nga dëshira. Tet pjesë do e prej, do jetë mjaftueshëm. Dhe sipër do i hedhi nga gjallë pishkrir. Përhapi kështu me anë të dorës apo me një brush në gjithë sipërfaqen e petës. Dhe pitja është gati për pjekje. Gjatë përgatitjes e kam nxjerrë furrën në 220 gradë. Pitën e pjekim temperaturë 220 gradë për 20-25 minuta. Pitën e kemi largu nga furra, ka dalë shumë e mirë. Marrim një thikë dhe bëjmë shprishjen e pjekës sipërme. Si që shifni është shumë e shkript, një zhestja e bën këtë mënyrë të shkript. Marrim pak ujë dhe spërkasim që të zbutet. Pita është ftohur pak, ta largojmë dhe një pjesë dhe t'ja shihni se si ka dalur mbrëmsia. Ja dhe si duket në mbrëmsi, ka një aromë shumë të mirë. Besoj se dhe shija s'ka për mi mungu. Miru takoshmi për receta tjera tradicionale.